Sarajeva e viteve 90 ishte qyteti më i rrethuar i kohrave moderne. Një qytet i lodhur, i uritur, i gjakosur, por që nuk u dorëzua asnjë ditë. Dhe sot, një nga historitë më të errëta të asaj lufte, por i kthehet me një fuqi tronditse. Safari i Sarajevës. Një histori e akuzave, dëshmive, dyshimeve dhe hetimeve që lidhen me snajper, civil të vrarë dhe me emrin e presidentit serb Aleksandar Vučić. Nëse jeni shikues të rinj në histori epike, shtypeni butonin e pëlqimit dhe abonohuni tani. Sepse tani fillojmë një nga temat më tronditse që kemi trajtuar ndonjëherë. Mjegulla e mëngjesit zbriste çdo ditë mbi kodrat e Trebeviqit, Igmanit e Mojmillos. Ndërsa qyteti poshtë përpiqej të jetonte mes predhave, zjarreve dhe frikës së pandalshme nga snajperët. Por përtej tragjedisë së përditshme, përtej vrasjeve dhe vuajtjeve, ekzistonte një histori aq e errët sa duke e pabesueshme. Ideja se njerëz të pasur nga vende të ndryshme të Evropës shkonin tek pozicionet serbe në kodrat e Sarajevës për të shtënë mbi civilët. Kjo u quajt më vonë Safari i Sarajevës, një term makabër që për dekada u konsiderua legjendë e zezë e luftës. Sot kjo histori po rikthehet me një forcë të frikshme dhe përpara gjithë botës del një emër i rëndë. Aleksandar Vučić. Ai ishte ai i pranishëm në këto pozicione. Ai ishte vetëm gazetar apo vullnetar, a ka qenë dëshmitar apo pjesëmarrës? Pyetje që sot gjenden në tavolinën e prokurorëve italian. Rrethimi i Sarajevës nuk ishte thjesht një betejë. Ishin 4 vite ferr, nga 1992 deri më 1996. Shifrat e vërteta janë tronditse, më shumë se 5.400 civil bosnjak u vranë, prej të cilëve 1.600 ishin fëmijë. 56.000 të tjerë u plagosën, mes tyre 15.000 fëmijë. Dhe 10 mijëra banor të Sarajevës u dëbuan nga shtëpitë e tyre duke u shpërndar nëpër Evropë si refugjat lufte. Asnjë qytet evropian i fund shekullit 20 nuk ka parë një tmerr të tillë. Rrugët ku dikur shëtisnin studentët, tregtarët, fëmijët dhe turistët u kthyen në korridore vdekjeje. Zona të tëra të qytetit u bën të pamundura për t'u kaluar, sepse snajperët piketonin çdo situatë që lëvizte. Snajperi nuk ishte thjesht armë, ishte simbol i ankthit të përditshëm. Dhe pikërisht këtu lindi miti i zi, ideja se jo të gjithë snajperët ishin ushtarë. Se disa prej tyre kishin ardhur si turist, të paguanin, të shijonin adrenalinën, të provonin gjuetin. Në vitet e luftës, disa media italiane flisnin për njerëz që nga Trieste udhëtonin në Beograd, pastaj në pozicionet serbe mbi Sarajev, ku ushtarët e Karagjicit i lejonin të shihnin qytetin nga optika e një arme. Askush nuk i besoi këto histori aso kohe. Ishin shumë të errëta për të qenë të vërteta, shumë cinike për të pranuar, shumë qnjerëzore për të imagjinuar. Por në vitin 2022, dokumentari sloven Sarajevo Safari i regjisorit Miran Zupančić hap një derë të re. Në të paraqiten dëshmi që flasin për turist snajperësh, për pagesa të mëdha, për njerëz të pasur që shkonin aty vetëm për të shtënë mbi civil të pambrojtur. Pas dokumentarit, një shkrimtar italian, Ezio Gavazeni, i cili kishte grumbulluar material për vite me radhë, dorëzon dosjen e tij tek prokuroria italiane dhe aty fillon gjithçka. Në vitin 2025, prokurorët e Milanos hapin zyrtarisht hetimet për shtetas italian që dyshohet se kanë marrë pjesë në këtë safari.
Në të njëjtën kohë, ish kryetarja e Sarajevës, Benjamina Karić, dërgon tek prokurorët raportin e saj, duke kërkuar hetim të thellë. Dhe më pas del në skenë gazetari kroat Domagoj Margetić. Ai publikon materiale në rrjetet sociale dhe më pas dorëzon një padi zyrtare. Sipas tij, në një nga pozicionet ushtarake mbi Sarajev në vitet e rrethimit, ishte edhe një i ri serb, që sot njihet si presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić. Ai pretendon se videot e viteve 90 tregojnë atë në një pozicion ku, sipas dëshmitarëve, shtihej mbi civil. Ky pretendim ndezi gjithë rajonin. Tani hetimet marrin një kthes të fortë dhe emri i Aleksandar Vučićit del në qendër të akuzave. Gazetari kroat Domagoj Margetić, i cili ka dorëzuar kallëzimin penal në prokurorinë e Milanos, deklaron se ka prova të bollshme që Vučići ka qenë pjesë aktive e të ashtu quajturës ekspedita e vdekjes. Sipas tij, Vučići nuk ishte thjesht një i ri i pranishëm rastësisht. Ai ishte antar aktiv i një njësie paramilitare, batalioni Qetnik i Sarajevës së Re, i komanduar nga Slavko Aleksić. Kjo njësi dyshohet se ka organizuar atë që sot quhet Safari i Sarajevës, pikërisht në zonën e varrezave hebraike, një nga pozicionet më të njohura të snajperëve gjatë rrethimit. Margetić thot se nga viti 92 deri në 93, Aleksandar Vučić ishte fizikisht aty. Dhe jo vetëm kaq, sipas tij, Vučić mbante një armë të tipit PAP me optik, armë prodhuar nga Crvena Zastava, që shërbente pikërisht si pushk snajperi në atë kohë. Sipas dëshmive që ai përmend, një nga komandantët e zonës së Bosnjë e Hercegovinës, Mirko Blagojević, ka pohuar se në vitin 1992 Aleksandar Vučić ka ardhur si vullnetar ushtarak, i vendosur nën komandën e Slavko Aleksićit. Pikërisht në zonën e varrezave hebraike të Sarajevës, por është një detaj tjetër që Margetić e quan vendimtar. Sipas kallëzimit penal, ekzistonte një listë çmimesh për safarin e Sarajevës. Në këtë listë përmenden amerikan, kanadez, rus dhe italian, që dyshohet se paguanin për të marrë pjesë në gjuajtjet ndaj civilëve. Dhe në këtë njësit paramilitar kishte vetëm 2 persona që flisnin gjuhë të huaja, Aleksandar Vučići dhe një vullnetar tjetër, Zlatko Novaković, i njohur si Zek Novak. Margetić thot se këta 2 persona shërbenin si ndërmjetës me të huajt, pra ishin pikërisht ata që komunikonin me turistët e snajperëve, i orientonin, e sipas disa dëshmive të mbledhura, madje u tregonin edhe pozicionet nga ku do të shtinin. Ai thot se ka dëshmi të drejt për drejta nga persona që kanë qenë pjesë njësisë së Aleksićit. Sipas këtyre dëshmive, pjesëtarët e tjerë të njësisë kanë qenë njerëz primitiv, shpesh analfabet, të paaftë të flisnin serbishtën standarde, LRM, anglishtën apo gjuhë të tjera. Prandaj, roli Vučićit dhe i Novakut ishte i pazëvendësueshëm. Ata ishin urrëlidhëse me të huajt që dyshohet se vinin për të marrë pjesë në safarin e Sarajevës. Një tjetër element interesant sipas Margetićit është se Novak, ai që shfaqet në fotografi të vjetra të njësisë paramilitare, sot gjendet shumë afër Vučićit në Beograd. Sipas tij, lidhja mes tyre nuk është ndërprerë asnjëherë. Margetić thot hapur se ka njerëz të dënuar për krime lufte me shumë pak prova sesa ato që ekzistojnë për Aleksandar Vučićin. Ai thot se pret që Vučić të merret si person nën hetim bashkë me të tjerët që kanë marrë pjesë në rrethimin e Sarajevës dhe në aktivitetet e njësisë së Aleksićit. Sipas tij, ky nuk është më thjesht një dyshim, por një çështje që ka kaluar pragun e provave fillestare dhe duhet të hetohet deri në fund. Presidenti Vučić reagoi menjëherë, deklaroi se akuzat janë shpifje politike. Tha se nuk ka vrarë asnjë njeri, nuk ka plagosur askënd dhe nuk ka mbajtur snajper në jetën e tij. Për një objektiv që shihet në foto, ai tha se nuk është armë, por stativ kamere.
Zëvendësja e tij deklaroi se Vučić në atë kohë punonte si gazetar dhe përkthyes në palë pa asnjë kontakt me operacione ushtarake. Beogradi e cilësoi gjithë këtë histori si dezinformim të fabrikuar për të dëmtuar presidentin e Serbisë. Prokuroria e Italisë vijon hetimet për shtetas italian. Prokuroria bosnjake ka pranuar kallëzim, por nuk ka ngritur akt akuzë. Gjykata e Hagës deklaron se nuk ka pasur informacione zyrtare për turizëm snajperësh. Disa ish ushtarë britanik e quajnë këtë histori mit urban. Të tjerë dëshmitar bosnjak thonë se kanë parë me sytë e tyre. E vërteta është se askush sot nuk ka një konkluzion final. Askush nuk ka prova të mjaftueshme për të dënuar dikë, por askush nuk mund të thotë se historia është e shpikur. Hetimet vazhdojnë dhe sa më shumë zbardhen dokumente, aq më shumë pyetje lindin. Sarajeva nuk ka harruar, fëmijët e vrarë nuk harrohen, familjet që humbën gjithçka nuk harrojnë. Plagët e rrethimit nuk janë shëruar as sot. Më shumë se 5.000 civil të vrarë dhe mbi 50.000 të plagosur nuk janë shifër, janë jetë. Janë ëndra të ndërprera, janë fëmijët që nuk pan kur dritën e shkollës, nuset që nuk martuan kur, prindërit që nuk i pan më fëmijët e tyre. Dhe kur dalin akuza se njerëz të pasur vinin për t'i parë e për të shtënë si në safari, plagët hapen edhe më thellë. Kjo histori nuk është thjesht një skandal politik, nuk është një luftë deklaratash, është një pyetje e madhe morale. A ka kufi e keqja? A ka fund çnjerëzimi? A mund të paguhet për vrasjen e një njeriu dhe të quhet gjuhë e tij? Ndoshta akuzat kundër Vučićit do të rrëzohen, ndoshta edhe do të konfirmohen, ndoshta do të mbeten misteri përjetshëm. Por një gjë është e sigurt. Safari i Sarajevës nuk është më një mit, nuk është një legjendë urbane. Është histori që tani është në duart e prokurorëve italian dhe evropian. Dhe nëse vërtet ekzistonte, bota duhet ta di, sepse Sarajeva ka heshtur mjaft. Dhe vërteta herët avon del në shesh. Shkruani në komente, a besoni se vërteta për safarin e Sarajevës do të dalë ndonjëherë plotësisht në dritë? Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.